Në Shqipëri, kreu i opozitës Lulzim Basha kërkoi sot që kryeministri Edi Rama të shtyjë vizitën e tij në Beograd pas ngjarjeve të mbrëmjes të së martës në stadiumin e Beogradit. Sipas zotit Basha, qëndrimi i autoriteteve serbe ndaj incidenteve të rënda dhe deklaratat e tyre anti-shqiptare janë praktikisht një refuzim nga vetpala serbe i vizitës së kreut të qeverisë shqiptare në Serbi. Njofton korrespondenti në Tiranë Armand Mero. Kryeministri Edi Rama ka rikonfirmuar se ai do të zhvillojë vizitën e programuar në Beograd të mërkurën e ardhshme, duke nënvizuar për agjencinë Reuters se kërkon të ecë përpara në rrugën e dialogut dhe bashkëpunimit në rajon. Por në Tiranë opozita është kundër një vizite të tillë në kushtet e krijuara pas incidenteve të dhunshme në ndeshjen mes kombëtarëve të futbollit të dy vendeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot se me qëndrime dhe deklaratat e tyre, vetpala serbe ka refuzuar këtë vizitë. Sipas tij, Beogradi nuk u distancua nga thyrjet e himnit kombëtar shqiptar, nga thirrjet raciste për të vrarë shqiptarët apo nga dhuna e huliganëve apo dhe forcave të sigurisë në stadium. Përkundrazi, ju kanë mbajtur ison huliganëve me deklaratat dhe qëndrimet e tyre. Shikoni qëndrimin ordiner dhe provokues të presidentit të vendit Nikolić, kur thotë se Shqipërisë do t'i duan shekuj për të bërë vend normal. E thot këtë ndihmësi Sheshelit, që së bashku me Miloševićin dhe Karaxhićin janë speciet e fundit të barbarisë mesjetare në Ballkan. Mesazhi është moseja. Dera është mbyllur. Sipas zotit Basha, klasa politike në Shqipëri ka bërë dhe vazhdon të bëjë të vetën për një histori të re në marrëdhënien me Serbinë, por urrëtia dhe dhuna anti-shqiptare në shtëpinë e saj dëshmojnë sipas tij se Serbia nuk është as pak e gatshme për këtë. Në çdo rast, e them edhe një herë, vizita në pikpamjen tonë ka qenë e papërligjur nga çështje të rëndësishme që duhet të jenë pjesë e dialogut të këtij niveli. Pas ngjarjeve të smartës, insistimi i zotit Rama për të trokitur në derën e mbyllur serbe është shumë fisht më i pakuptimt, shumë fisht më i padenj. Ndaj sot i kërkoj kryeministrit minimalisht të shtyjë vizitën e tij në Beograd. Një vizitë për ekzibicion në këto kushte nuk ja vlen asnjë qindark. Tensionet mes Tiranës dhe Beogradit u acaruan së tepërmi pas ngjarjeve të së martës dhe veçanërisht pas qëndrimeve të shprehura nga autoritetet serbe. Ministria e Jashtme dorëzoi mbrëmë ambasadorit serb një tjetër notë proteste, ndërsa nënvizoi në një deklaratë se het poshtë me vendosmëri baltosjen politike të ndërmarrë nga udhëheqësit kryesorë të Serbisë kundër popullit dhe shtetit shqiptar. Tirana reagoi sot edhe ndaj sulmeve kundër bizneseve të shqiptarëve që jetojnë në Serbi, në disa qytete të atjeshme. Sipas Ministrisë së Jashtme, ato janë vazhdim dhe shprehje e një fushate të qëllimshme anti-shqiptare. Akte të tilla dhe përshkallëzimi i mëtejshëm i situatës u shërbejnë vetëm nxitjes së urrëties dhe vërtetësojnë kthimin në normalitet të situatës, nënvizoi Ministria e Jashtme. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero.